Dhe jemi në pjesën e fundit për vilën e sotme. Do t'japim disa këshilla frymëzuese, apo të bëjmë një guid prindërimi me dy të ftuara, po do të bazohemi tek një studim apo këshilla që japim psikologët e Harvardit për një prindërim frymëzues, le të them, një prindërim që do të na bënte krenar për fëmijët tan, për t'i bërë ata dhe për t'i vendosur ata në rrugën e duhur. Është e vështirë në fakt ti jesh prind, sepse duhet të ndash disa gjëra, duhet të sakrifikosh në mënyrë që të arish rezultatin e duhur tek fëmijët, teksa i sheh të jenë të sjellshëm, të mbar, të respektueshëm, sepse këtu të ndalemi. Psikologët e Harvardit japin 7 këshilla se si mund të edukojmë dhe të rrisim fëmijë të mbar. Jam në studio me psikologin Oriola Pampuri, që kam kënaqësinë e madhe ta kem sot për herë të parë në Villa 24, pedagoge në UET. Përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje, është kënaqësia ime. Faleminderit. Dhe sigurisht do të marrim edhe përshtypjet e një prindi. Zakonisht sa e kam ftuar Mirilda Tilin, kemi marrë edhe këshilla të mira prindërimi, sepse i ka kushtuar kohë me 100% nën, ka lënë me njan edhe profesionin si gazetare për t'i kushtuar dhe për t'i edukuar fëmijët në mënyrë e duhur. Përshëndetje sërish. Përshëndetje, me gjithë të hyrje do më duke vetja për pak si mami perfekte, por shqyqur që mamat perfekte nuk ekzistojnë, kështu që nuk jam kjo pjesë. Do mundohemi, të do njojmë deri në do t'jemi në natyrë se perfekte ndoshta nuk e arrim dot. Regjia regjia do të më ndihmoj edhe në mënyrë grafike me këto këshilla. Ne i kemi përkthyer nga Universiteti i Harvardit për të kuptuar dhe t'i përshtasim pak a shumë edhe me realitetin shqiptar, se sa arrim që të jemi prindër të suksesshëm. Është e vështirë të jesh prind sot apo jo? Në fakt, është kjo thëmi që është e vështirë, dhe madje shpesh thuhet që është një betejë e madhe të jesh prind, jo. Është kënaqësi të jesh prind. E rëndësishme është ta kuptosh dhe ta mirëpresësh fëmijën, dhe nëse ti e kupton pra pozicionin e ri në cilin po përballesh, atëherë normalisht nuk e quhen betejë, por e quhen kënaqësi. Brenda kësaj kënaqësie normalisht ka dhe vështirësi, por janë vështirësi të cilat kalohen nëse ti i kupton si të mirëshona, pra janë pjesë e rolit tënd si prind. Po gjithsesi, janë fëmijët sot më të zgjuar dhe na e bëjnë pak punën e prindërimit më të vështirë se brezi më parshëm, shumë brezi prindërve tan? Janë më të zgjuar, sepse e dëgjojmë rëndom këtë që fëmijët sot janë më të zgjuar, kanë më shumë informacion. Ne dje nuk shikojmë lindin me universitet, po, e kanë startin më lart. E kanë startin më lart, pra kanë më shumë informacion. Sot, për shembull, ne kemi mësuar të përdorim celularin kur ishim, më mbaj mend, në vit të parë fakultet. Ndërkohë që fëmijët sot në moshën 1-2 vjeç preken celularin, preken një iPad, shikojnë shumë kartonat animuar të cilat i japin njëkohësisht shumë informacion, sepse nëpërmjet bisedave kanë, informacion nga më, pra kanë një burim të pafund informacione dhe ndaj janë kaq ndryshe nga ne. Ndoshta paralelisht me këtë burim të madh bum informacioni, janë edhe prindrit në fakt, të cilët ndoshta edhe duhet të informohen më shumë, ja dhe nga këto studime, të lexojnë më shumë si duhet të sillen përballë. Prindrit kanë dhe përballjen e madhe me background historik. Për shembull, për sa kohë që kemi pranë gjyshet, gjyshërit, apo dhe njerëz të tjerë, sepse thonë të rritesh një fëmijë merr pjesë edhe fshati, domethënë të gjithë vitet zbrazin nga një mal të madh me këshilla, ndërkohë që ti mendon që fëmia jot nuk mundet ta pranojë këtë lloj direktive ose këtë lloj udhëzimi, është e sikletshme deri diku të përballësh qëndrimin e prindërve ose një brezi të mëparshëm me këtij brezi që po vjen. Kështu që ka dhe diçka tjetër, Nike. Jam shumë dakord me atë. Është diçka tjetër. Është brezi më parshëm, i cili na ka rritur me një lloj tjetër edukate, me një lloj tjetër sjellje. Sot prindrit marrin një informacion të jashtëzakonshëm. Ata që e marrin, pra ka libra, ka informacion nëpërmjet internetit, të cilat tregojnë se si të prindërosh mirë, se si të prindërosh shëndetshëm për të rritur fëmijë të shëndetshëm. Gjëra të cilat nuk, si thua, nuk përqafohen mirë nga brezi tjetër. Dhe normalisht kjo është ajo përplasja, megjithatë unë do të thoja që prindrit sot të ndjekin ato hapa të cilat marrin ato informacion të cilën e marrin nga shkenca, nga të fundit të shkencës. Sepse nuk është mënyra e mirë, pavarësisht se ne themi që jemi fëmijë të mirë, që jemi rritur, nuk ishte ajo mënyra e mirë e prindërimit. Nuk ishte ajo mënyra në cilën prindi i përdorte edhe një shuplak kundrejt fëmijëve. Nuk ishte ajo mënyra në cilën prindi thoshte mos për çdo gjë. Ajo mënyra në cilën do ta zgjas dhe një sekond, në cilën shtëpia rrinte aq pastër se vinin që në 7 mëngjesit komshiet për të pirë kafe dhe fëmia nuk ishte të drejtë të prekte asgjë në shtëpi. Sot
shtëpia është e tëra në dispozicion të fëmijës. Vetëm ashtu mund të rrisësh një fëmijë të mirë dhe të përgjegjshëm. Këtë e di shumë mirë Mirilla, sepse edhe në një bisedë tjetër që kemi zhvilluar në një emision, jo vetëm që ishte në dispozicion të fëmijëve, por çdo gjë ishte edhe në funksion të fëmijëve. Edhe një kënd lojrash i organizuar në hapësirën e sallonit. Madje për gjetur kopshtin e fëmijëve kam vuajtur, po them, sepse duhet gjejnë kopsht që kishte më shumë lodra se shtëpia ime. Kështu që, por kjo është unë për këtë pjesë mund të them që e kam vuajtur, se po përdor 2 herë këtë fjalë, duket fjalë e madhe, por nuk është e tillë, sepse duhet të luftoja pikërisht këtë lloj mentaliteti. Ç'është kjo që fëmia duhet bëj gjithçka kurdo, sido pse do. Po ti si prind ku je? Unë thoya që unë jam këtu për ta ruajtur, për të kujdesur, për të pritur çfarë do bëj. Ku e ke autoritetin e prindit ti? Fëmia si vërtet një herë, e shan një herë, tak, si bën më. Se është i gdhëndur. Dhe unë isha e shokuar nga kjo. Unë isha e shokuar nga kjo. Jo se unë linda kaq e lirës, edhe unë kam qenë pjesë atyre fëmijëve që duhet të rria ulur në një vend mos lëvizja, po për shkak të bashkëshortit që vjen komplet nga një mentalitet tjetër, deri diku përballesha unë me shokun e parë, pastaj thoja, okay, ndoshta kjo është mënyra më e mirë, sepse shifja rezultatet tek imshoqët e tek motrat e vëllezërit e tij. Dhe parë që kjo ishte mënyra më e mirë, por kjo lloj mënyre e përshtatur në Shqipëri nuk është se mirë pritet shumë lekt akoma. Edhe nga nënat e reja. Kjo është një këshill, ose kemi të shkruar se çfarë thon vetë psikologët e Harvardit, meqense jemi bazuar tek ky studim, drejtojini fëmijët në bazë të shembullve. Pra bëuni ju shembulli i fëmijës tuaj. Sa e vërtetë dhe sa rëndësishme është kjo në fakt. Fillon që në fëmijërinë e hershme, të thonë që në foshnjëri madje. Pse themi që në momentin që merret vendimi për të bërë prindër, duhet konsoliduar marrëdhënie. Me qëllim që çifti të ketë një marrëdhënie sa më të mirë dhe sa më të konsoliduar, me qëllim që ai më pas të bëhet model për brezin tjetër, sepse ky prindërim nuk fillon në momentin që ti komunikon me fëmijën, por fillon që në momentin që ai vjen në jetë, madje që në momentin që është në barkun e nënës, do një qetësi, do t'i komunikosh, do t'i flasësh, kur ai lind do shikon 2 persona, mënyrën se si ata sillen, si komunikojnë, si flasin, pra ata janë modeli i heshtur. Fëmia i përdor si model të heshtur prindrit e tij. Pra janë modeli i parë me cilin përballen. Çfarë veprimesh ose si sillet nënas domos. Dhe ndaj ne sot themi që fëmia edukatën primare e merr, pra bazën e fortë e merr që në fëmijërinë e hershme tek prindrit. Sado të përballet me një shoqëri të mirë, me një shoqëri të edukuar, ku ta di unë, nëse nuk ka një bazë të fortë, do shfaq një problem në të ardhmen e formimin e personalitetit. Ndaj dhe bëhuni modeli pozitiv dhe më i mirë për prindërit. Është themeli i gjithçkaje, për të nisur më pas gjithë rrugën e Është gjatë. përshtatshme me një pallat, ndërto themelet e sigurta nuk ka tërmet që e hedh atë pallat. Nuk e hedhim dot poshtë fare. Vazhdojmë te këshilla e dytë, sepse duam që përmes këtyre këshillave dhe ju t'i merrni si shembull, ndihmojini fëmijët duke i dhënë një pjesë të identitetit tuaj. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është shumë e rëndësishme sepse sidomos në periudhën që ata janë në fazën e adoleshencës, që kanë ngatrim të roleve, pra vendosja e identitetit kundrejt përshtjellimit të roleve. Ata nuk dinë ku të shkojnë, nuk dinë çfarë të marrin, kanë disa modele në cilat nuk dinë këtë përzgjedhin, kanë përballjen me shoqërinë, përballjen me familjen. Ata patjetër që duan një drejtim, dhe drejtimi kryesor këtu ja jep familja, por jo duke i urdhëruar, duke i sugjeruar dhe duke i argumentuar. Nëse ju mendoni që duke i urdhëruar fëmijët, pra duke përdorur atë autoritetin, ju do t'ja dilni mban, kurrë nuk do t'ja dilni mban. Ai do të bëjë gjithnjë të kundërtën. Jepni një pjesë të identitetit tuaj duke i argumentuar atë, duke i ofruar modelin, argumentat, ju e keni ndihmuar atë. Jeni 2 modele në shtëpinë tuaj Mirilda, 2 modele të ndryshme prindërimi, që vijnë nga kultura të ndryshme, se bashkëshorti është japonez. Ne vim nga kultura të ndryshme, por jemi i njëjti model prindërimi tani. Kjo është për shkak të asaj që zonja përmendi, të konsolidimit të lidhjes para se fëmia të vijë. Dhe kur fëmijët ne mendonim që të bëheshin prindër, do të thoshte që ne tashmë disa gjëra i kishim hequr vetes, të tipit vese me të cilat mund të ishin punuar së zakona jo të shëndetshme që secili nga ne ka, sepse s'ka njerëz perfekt sot, me qëllimin e mirë që kur ne të rritem, domethënë kur të rritim fëmijët, të rritemi bashkë me fëmijët. Dhe kjo vjen tek komunikimi. Pavarësisht se fëmijët janë me 3 gjuhë, dhe mund të kenë shumë të vështirë në dukje për të marrë vesh me prindrit e tyre, komunikimi ju është fantastik. Sepse
realisht komunikimi mes prindit dhe fëmijës është i gjithë përfshirës, nuk është vetëm fjala. Ju i arrini ti përçoni, ti komunikoni shembullin të Shembullin, sepse e jetojmë çdo ditë prindërimin, nuk është se jemi prindër vetëm kur kthehemi në shtëpi, ose jemi prindër vetëm kur çojmë fëmijët kopësht apo jo, ne jemi 24 orë prindër. Dhe këtë duhet kuptojmë ne të gjithë prindërit që nuk mund të jesh prind part-time. Ndonjëherë ndodh apo jo Lola që edhe për shkak të karrierës shumë nëna preferojnë që ti mëshojnë edhe prindërimit të mundohen të mbajnë të dyja, po sa e vështirë është të mbash të dyja në suksesin e dukur. Të thuash që je edhe nën, edhe bën dhe karrierën, do të thënë kaq i bën të dyja, patjetër, se nuk mund të përjashtoj. Ato janë modele të veçanta suksesi. Janë modele të veçanta suksesi. Është shumë e vështirë të bësh dhe karrierën të jesh dhe nën e suksesshme, sepse nuk mund të qëndrosh paralelisht. Por unë do të thoja për nënat të cilat kanë një karrierë, për shembull, ato që kemi neve, ose nënat të cilat punojnë gjatë ditës, që pjesën më të madhe kalojnë në punë, do doja të thoja, atë laptopin mundohuni ta shmangni mbas dite në shtëpi, sepse në momentin që fëmia të shikon jo të përqendruar tek ai, e shikon vetëm të lënë mbas dore, e shikon vetëm pa vëmendje, sepse mund të japësh një përgjigje dhe sy ti kesh te laptopi, është akoma më e dëmshme. Shiko, këtë organizata botërore e shëndetësisë e quajnë dhunë, dhe është neglizhenca, neglizhimi quhet dhunë sot. Dhe të neglizhosh fëmijën do thotë ta kesh dhunuar atë, se dhuna nuk është thjesht ta qellosh ose ta kërcënosh, është dhe ta neglizhosh, pra ta lësh pa ngrënë, pa i ofruar ushqimet që ai do. Fëmia kthehet në shtëpi me shefin që mami do më gatuaj sot diçka që unë duar, për shembull mami do më gatuaj krepa, ose atë që ata kanë qef, mami do më gatuaj diçka tjetër. Ne mund t'i gatuajmë ushqime të shëndetshme, por ndonjëherë do t'i ofrohemi dhe në ato që ata duan, edhe pse mund mos jenë ato të shëndetshme që ne shpesh promovojmë. Pra, mami duhet jetë aty për të gatuar, për të bërë diçka, sepse ata kanë kënaqësinë kur shikojnë një mamë e cila edhe gatuan, e cila edhe bën diçka në kuzhinë. Pra nuk duan të shikojnë një mamë, sepse sot dëgjojmë shumë femra që thonë, unë nuk bëj asnjë punë në shtëpi. Fëmia ka humbur atë imazhin e të parit nënës duke punuar, imazhin e ky në fund është. Ne kemi patur bandin abetare, kishim atë fotografinë perfekte që ishte babai, që nuk ishte ndonjëherë normale që lexonte gazetën dhe nëna që lante, por sot kemi dy prindër model që ndihmojnë njëri tjetrin, por të dy janë aktiv brenda rolit të familjes. Dhe ku ka më mirë se të jetë një shembull i tillë, madje për këtë kthimi nga shkolla, sepse ka edhe shkolla dhe studimet, një studim tjetër jo nga psikologët e Harvardit tregonin që fëmijët edhe pasi kthehen nga kopshti apo nga shkolla që është me drek, sërish sa por vini në shtëpi, donin të gjenin diçka të ngrohtë, të përgatitur nga duart e nënës. Kishte të bënte me atë idenë e angazhimit total. Rasti konkret, unë për shembull nëse nuk gatuani me më, sepse ka raste që gatuan dhe ajo, por gatuaj unë. Jemi të detyruar të gatuajmë në darkë, që kur kthehen fëmijët nga shkolla, janë të uritur. Që të mos ndjen të neglizhuar, pavarësisht sa po mund të kenë ngrënë në kopësht apo në shkollë. Ne tani po diskutojmë nëna. Në fakt prindërimi është i të dyve, edhe babai duhet jetë prezent. Në Shqipëri ne vazhdojmë ta mbajmë disi larg babajnë, akoma nuk e kemi përfshirë siç duhet në rritjen e fëmijës. Por prindërimi nuk mund të jetë asnjëri i suksesshëm vetëm nëse është i nënës. Duhet absolutisht i të dyve. Po, kalojmë tek një këshill tjetër, është e vërtet madje sepse jo vetëm që nuk e kemi përfshirë, sepse kur thua nuk e kemi përfshirë, duhet që ata vetë të përfshihen. Ne kemi dashur gjithë jetën të përfshijmë. Jo, ka dhe zonja që thonë nuk më pëlqen ta shoh burrin në kuzhinë, nuk më pëlqen ta shoh në pastrim, e kemi dëgjuar. Jo, prindit, babai duhet përfshihet edhe duke luajtur me fëmijët, me lotra edhe duke gatuar për fëmijët, edhe duke i ndruar fëmijët, është krejt normale, janë fëmijët e vet, janë prindër. Po, është vërtet. Kalojmë në regjia, më ndihmoni me këshillën tjetër, mbani fëmijët me pritshmëri të larta etike. Çfarë do të thotë kjo? Që t'i bëjmë qytetar të mirë. Do të thënë kjo është mënyra më e mirë. Pavarësisht se ne i lejojmë fëmijët ashtu sikur se tham, do të thënë e shmangim atë mosin, mos është i dëmshëm, por gjithsesi duhet t'i mësojmë që të jenë qytetar të mirë, sepse nëse ne rrisim fëmijë pra të si thua pa kodin minimal të etikës, atëherë normalisht nuk do kemi një shoqëri të shëndetshme. Fëmijë të shëndetshëm përpos asaj informacione që ata marrin nëpërmjet librave, modelit që marrin nëpërmjet prindërve, normalisht pritshmëria për etikën do jetë e rëndësishme. Pra, në çdo ambient në të cilin ata do përballen, duke filluar që nga familja, sepse nëse ata e kanë të nxitur që në familje ato fjalë të lutem, faleminderit, më fal, atëherë ata do të nëse ne i përdorim këto fjalë, do t'i mësojmë atyre dhe çfarë është mirënjohja më pas, duke ofruar mundësi për ta praktikuar mirënjohjen. Nëse ne jemi mirënjohës ndaj tyre, duke ia thënë shpesh herë sipas studimeve po komentoj atë, që të janë mirënjohës apo faleminderit, ata të tillë do të jenë edhe përballë shoqërisë. Patjetër. Mirënjohja është një ndër është thelbi
i qytetarisë. Nëse individi është mirënjohës, atëherë unë e quaj është qytetari vërtet. Përveç kësaj, mirënjohja ndihmon shumë edhe në lumturinë e fëmijës. Pra, sa më mirënjohës të jenë fëmijët, aq më të lartë e kanë predispozitën për të qenë të lumtur dhe për të pranuar edhe ato ndoshta dështimet e vogla, sepse përqendrohen tek gjëja pozitive, tek ajo që kanë dhe jo tek ajo që nuk kanë. Kështu që është shumë e rëndësishme prindërit të Kur duhet të fillojnë nënat, sepse dëgjoj shpesh ka nëna që nuk përdorin këto fjalët magjike, sepse thonë nuk kupton fëmia. Kështu është 2-3, kam dëgjuar shpesh që s'merr vesh këto shprehjet në kafe. Fëmia merr vesh që sa lind, Miki. Që në momentin që lind merr vesh. Normalisht nuk mund të thuash një foshnjë të lutem, por në momentin që ai fillon të prek gjërat, i vendos nga njëri vend në tjetrin, në atë moment ti fillo të komunikosh me fëmijën. Dhe ti fillo ti ofrosh ato rregullat strikte bazë të komunikimit, cilat janë të lutem, merre këtë lodër, kaloje këtu, të lutem, merre këtë, kaloje atje. Pra kjo është mënyra e komunikimit. Ai të kupton edhe pse nuk flet. Po, tregojini fëmijës si ti zgjidh problemin, meqense jemi tek këshillat e fundit. Është një mësim i mirë në fakt se si fëmia ti zgjidh problemet vet. Qoftë edhe nga hapi parë sa porëzohet, ngritja, ne sulemi të gjithë për ta ngritur, por është e gabuar besoj. Shpesh themi, psikologjikisht është e gabuar të themi të shkojmë dhe të preokupohemi shumë kur ai rrëzohet. Aq më tepër të shprehim emocione bo. Dhe shikojmë dy emocione të ndryshme, shikojmë gjyshen, shikojmë dhe mamin. Kemi gjyshur që thonë kanë këto pastirma të rrëzua e marrin dhe kemi prindër të cilët janë apatik. Dhe këto gjyshet kundrejt këtyre prindërve apatik thonë si ka mundësi ti nuk të bën përshtypje që u rrëzua. Jo. Lëre, unë nuk them të rrëzohet, të vritet dhe mos ta ndihmojmë. Por në një moment që fëmia është në hapat e tij të parë dhe nuk i hedh mirë, rrëzohet, lëre që ai të ngrihet vetë. Nëpërmjet kësaj sjellje, kjo është një. Kjo është vetëm një shembull i thjeshtë, por më i thjeshtë, më i thjeshtë. Janë 1001 shembuj të tjerë, ose nëse nuk po ndërton dot një lojë, nuk arrin ta ndërtojë dhe kërkon ndihmë. Jo, lëre që ta bëj vetë, sepse kështu fiton dhe vetvlerësim, por fiton edhe... është e vërtetë. Do shtoja edhe diçka këtu tek pjesa. Okej, shumë shkurt. Tek pjesa që i lejojnë fëmijët të t'i bëjnë gjërat vet, është shumë e rëndësishme të mos ja u zvendçojmë njëherë në rast të grisjes, të prishjes, që s'ka se ta zvendçon mami. Vlerë duhet i lejmë fëmijët të mësojnë edhe shijen e humbjes, që nuk u kujdesa siç duhet edhe e humba. Sepse në moment që ne ja u zvendçojmë në sekond çdo gjë, i fillojmë i prishim gjithë ato rregullat e mbarshme, prishim mirënjohjen, prishim identitetin, prishim gjithë. E mbyllim me një këshill frymëzuese për të gjithë prindrit, sipas psikologëve të Harvard, sepse jemi në fund fare të minutazhit, të rritësh një fëmijë të dashur, të respektueshëm dhe të mbar, është dhe ka qenë gjithmonë një punë e vështirë, por është diçka që secili nga ne mund ta bëjë. Asnjë punë tjetër nuk është më e rëndësishme apo më shpërblyese. Në fund fare është problem. Është qëllimi i jetës fundit. Gjithë qëllimin e jetës. Shumë faleminderit që u kisha në Vila 24. Kjo ishte hapësira për sot. Vazhdoni të qëndroni në ekranin e News 24. Shihemi nesër, mos harroni.